keni hekurudat, pse si bëni hekurudat, s'keni një hekurud, s'keni, se nuk keni turp, nuk keni, por të rilindësh infrastrukturën hekurudore nga hiqi, ku e katandisi liri demokracia e fillim viteve 90, duhet jo thjesht një përpjekje dhe një durim shumë i madh, po dhe një reputacion i vendit, një situatë ekonomike dhe një aftësi financimi që deri dje Shqipëria nuk e kishte asgjë kundër. Tani më ne nuk kemi thjesht një synim, po kemi një plan konkret për të ndërtuar rreth 530 kilometra hekurudh sipas standardeve të Bashkimit Evropian, të elektrifikuar dhe të integruar në rrjetet evropiane, projekte konkrete, procese pune konkrete. Hekurudha Durrës-Tiranë, aeroporti i Rinasit, aktualisht në ndërtim, do të jetë linja e parë e elektrifikuar në vend, me 12 stacione përgjatë saj, e cila do të nisë operimet në fillim të vitit të ardhshëm. Hekurudha Vor-Haniotit, lidhja me Malnezi, është aktualisht në proces prokurimi. Ndërtimi pritet të nisë në fund këtij viti dhe të përfundojë në 2030. Pjesë e korridorit 8 janë rehabilitimi i linjës Durrës-Rogozhin, që nis ndërtimin po në fund të këtij viti dhe përfundon në fund të vitit 2028, si dhe projekti Rogozhin-Pogradec dhe kufi me Maqedoninë e Veriut, aktualisht në fazën e projektimit. Ka përfunduar në bashkëpunim me Qeverinë e Kosovës studimi i fizibilitetit dhe projekti paraprak për hekurudhën e kombit Durrës-Prishtinë, me gjatësi 105 km, 14 tunele dhe 43 ura. Në takimin e fundit me kryeministrin Kurti, kemi folur edhe për 2 pista financimit huaj, të cilat do t'i eksplorojmë bashkërisht. Ka nisur hartimi i projektit detajuar për linjat Vlorë, aeroporti i Vlorës dhe Sukt Porto Romano, që do të lidhin portet dhe aeroportet me rrjetin hekurudhor, ndërkohë që po studiohet edhe rindërtimi i rrugës i hekurudhës Durrës-Vlorë. Për herë të parë me qeverinë tonë, edhe kjo diçka e këtyre 6 viteve, sepse nuk dua t'i kthehem kohës kur erdhëm për të qeverisur dhe u bëm me detyrim përcaktim zjarr fiksa dhe mbyllës gropash nga të 4 anët. Sa në financat e shtetit, e sa në rrugët e rëna e rrugëve, e në çdo sektor tjetër. Një strategji reale, funksionale e kombëtare e aviacionit civil. E fokusuar në infrastrukturë, në konkurrencë dhe në ndërlidhje, që e ka rritur aksesin e qytetarëve në aviacion nga 13% që ishte në vitin 2019 në 34% që është sot. Liberalizimi i tregut ajror ka sjell operatorë të rinj, duke ulur çmimet e biletave, duke rritur numrin e fluturimeve direkte nga Tirana dhe duke e bërë Tiranën pikën kyçe të aviacionit rajonal. Besoj që askush nga ata që nuk e kanë mendjen të pakapur peng nga tenxheret politike dhe mediatike, nuk e ka harruar kohën se s'është dhe aq e largët, kemi qenë ne në qeveri me trashëgimin e rënd bisupe, kur të fluturohej nga Shqipëria apo për Shqipëri, biletat ishin më të shtrenjtat në Europë. Në Europë. Sot kemi aeroportin më të madh në kapacitet pasagjerësh në Ballkanin Perëndimor dhe prej vitesh
e kemi lënë pas aeroportin rajonal të Beogradit, i cili ka qenë aeroport kur Rinasi ishte një pistë me një terminal që ishte më i vogël se kjo salla këtu. Se kam qenë dhe unë në terminal, kur kemi shkuar me ekipin kombëtar për të luajtur jashtë. Disa tavolina, ca karrige, ca mbulesa me kuadrata të kuqe, mbi mbulesën me kuadrata edhe një mbulesë tjetër e bardhë në formë rombi, edhe mbi atë ca gota qelçi, që duhet të hapësh gojë kaq për të futur gotën që të derdhësh ujin në gojë. Po, juve breziri nuk i keni parë ato gota. Prandaj edhe sot kujtoni se jeta është më e lehtë. Aeroporti i Tiranës sot ka 80 destinacione dhe 27 linja ajrore, duke arritur të përpunoj në vitin që sapo mbyll 11.6 milion pasagjerë. $247% më shumë krahasuar me vitin 2019. Para se të futej në funksion gjithë strategjia për cilën fola. Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës është në fazën përfundimtare të ndërtimit dhe do të fusë në Shqipëri përveç fluturimeve transoqeanike edhe modele të reja biznesi të aviacionit, kargon edhe mirëmbajtjen e avionëve, gjë për të cilën është nënshkruar edhe marrëveshja. Nuk besoj se duhet ja kujtoj njeriu këtë, se sa herë është premtuar, ndërruar, imagjinuar aeroporti i Vlorës, por tani që po përfundon, mund të them që për Vlorën më e mira është e gjitha përpara në drejtim të perspektivës ekonomike. Ndërtimi i portit të ri tregtar dhe ushtarak me një krah në Porto Romano parashikon tërfishimin e kapacitetit përpunuese aktuale dhe krijimin e një zone të lirë ekonomike, parku logjistik, ndërkohë që hap rrugën e 2 porteve të reja të thata në Prishtinë dhe në Shkup, duke krijuar një nyje të re me fuqi strategjike dhe logjistike të konsiderueshme, jo thjesht për rajonin, por dhe si një vlerë e shtuar për Bashkimin Evropian dhe NATO. Dhe duhet të them këtu 2 fjalë për Porto Romano, është një nga proceset më të ndërlikuar, ndoshta më ndërlikuar që ne kemi bërë. Është një plan strategjik që ka krijuar edhe xhelozi. Xhelozit janë të zakonshme mes vendesh që janë në stade të caktuara zhvillimi. Një proces shumë i sofistikuar me projektin e studios më të madhe në botë dhe me reputacionin më absolut në botë për ndërtimin e infrastrukturës dhe sidomos të asaj portuale e Royal Asconic nga Hollanda. Një garë e jashtëzakonshme me pjesëmarrje nga të gjitha anët, por e monitoruar nga anët e zhëja nga konsulenti i Royal Asconic përsëri dhe armiqësi ndaj projektit. Nuk do flas më shumë, por një gjë dua ta them këtu. Ata që e luftojnë projektin, ata që s'po lën gur pa luajtur për ta bllokuar projektin, ne i dim kush janë. Dhe i kanë bërë llogarit gabim sepse projekti do bëhet. Unë nuk kam plan B vetëm për Bashkimin Evropian. Për çdo gjë tjetër jam te C-ja.
Investimet e tjera në proces përfshin dhe transformimin e triportit në Vlorë, një port mirëfill tregtar, i shumë munguar për Vlorën, dhe ndërtimin e 4 marinave turistike në Durrës, Vlorë, Sarandë dhe Shëngjin. Nuk do flas për marinën e Sarandës, se po më shikon Ulsiu, dhe s'dua të krijoj konfuzion këtu për raportet shumë të kthjellta që kemi me drejtësinë. Ndërkohë që marina e Durrësit dhe e Vlorës janë në proces ndërtimi, në Shëngjin kemi filluar një proces me kryetarin e bashkisë dhe me një super ofertë të një subjekti shumë të njohur në Europë. Për Sarandën, pyesni Ulsion më shumë. Për sa i përket energjisë,